Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, duke pas parasysh faktin se tashmë jemi në ditët e muajit Hax, e në shariatin islam nifen edhe si 10 ditëshi i muajit Hax. E shfrytëzoj rastin me i thonë një 2-3 fjalë në lidhje me rëndësinë, vlerën që kanë këto ditë dhe mirësitë e mëdhaja të cilat zbresin për shkak të këtyre ditëve të bekuara që ne po i përjetojmë sot. Kemi thonë vëllezër të ndershëm se Zoti i Madhërisëm ka krijuar çka ka dëshiruar. Dhe prej krijesave të Tij, Zoti i Madhërisëm i ka zgjedhur ka dasht dhe ka vlerësuar ka dasht. Për shembull, netët më të mira të vitit janë netët 10 netëshi i fundit muajit Ramazan. Kurse nata më e mirë e vitit është nata e Kadrit. Ndërsa ditët më të mira, më të vlefshme të vitit janë çdo 10 ditë që po i përjetojmë në muajin Hax. Do me thonë që mos i ngatrojmë, sepse shpesh herë dhe po ngatrohen çështjet me dashje apo pa dashje. Pra, netët më të mira që i ka krijuar Zoti i Madhërisëm janë netët e muajit e 10 ditë e fundit të muajit Ramazan. Kurse nata më e madhe që e njeh historia e njerëzimit, bazuar në Kur'an, është nata e Kadrit. Ndërsa ditët më të vlefshme të vitit janë çdo 10 ditë e muajit Hax. I thuhet në shariat Dhul Hijja, Ashara Dhul Hijja, 10-shi i muajit Hax. Do me thonë fiks 9 ditë para ditës së Kurban Bayramit, edhe dita e Kurban Bayramit e para bojnë 10. Çdo 10 ditë janë ditët më të vlefshme të cilat i ka zgjedh Zoti i Madhërisëm. Madje dita Arafatit, që do të flasim më vonë, është dita më e mirë e vitit, dita më e madhe që ka krijuar Zoti i Madhërisëm. Kemi thënë një herë se Zoti i Madhërisëm është betuar në Kur'an në 3 ditë. Është betuar në ditën e Xumë, për shkak vlerës që ka, dhe sipas Islamit në ditën e Xumë është krijuar toka, qejt, gjithçka. Pastaj edhe njeriu është krijuar në ditën e Xumë. E kështu me radhë, është histori e gjatë që kemi shpjeguar. Është betuar Allahu në këtë ditë. Dita e dytë e kësaj bote që është betuar Allahu dhe është më e madhja, është dita e Arafatit. Dita më e madhe është dita e Arafatit, e cila vjen një natë para natës, një natë para Kurban Bayramit. Dhe haxhilet janë atje në Arafat, me ihram, me kështu me radhë, është histori e gjatë. Ndërsa dita e tretë që si përket kësaj bote dhe Zoti është betunet, është dita e tubimit në ahiret, ku të gjithë kanë mu kthy te Zoti i Madhërisëm. Dita më e rëndësishme për secilin njeri. E besoj apo nuk e besoj, nuk ka çare pa u kthy te Zoti i Madhërisëm. Allahu ka thonë në Kur'an, e kam rezervuar një ditë, wal yawmil maw'ud, pasha ditën e kthimit, pasha ditën e premtuar. Ajo ditër ku të gjitha krijesat që kanë jetuar në këtë dunjë, njerëzit, do të kthehen për të dhënë llogari para Zotit të Madhërisëm, sepse jeta nuk është krijuar rastisht. Nëse mendon me bën gjithçka në këtë dunjë, nuk ka me përfundu historia me vdekje, por ka me tarë momentin e ditë dhe kime pasë se është rëndësishme dita e gjykimit. Nga se shumë padrejtësi banë këtë dunjë mas shpine, para shpine, me shpifja, rranja, ku diçka. Dhe nga njerë njeriu i pëson këto, po mos u bëni marak, sepse në ditën e gjykimit, gjykues është Allahu xhelle wala, ati sunja mohon, sunja deformon faktet askush, e asun krijon rregulla të tjera përveç ai që ka caktuar vetë. E secili për nesh ka me kanë peng e veprave tona për Allahut xhelle wala. Pra betohet në ditën e llogaridhënies. Pra vëllezër, ne jemi sot në ditët e muajit Hax.
Zoti i Madhërisht thot në Kur'an wal fajri wa layalin ashr. Thot pasha agimin, mëngjesin. Është të bëj fjalë në kohën kur jep që thot populli ferk mëngjesi. O një argument i madh kur dahet nata për ditës. Që është argument se vetëm Allahu xhelle wala ka pas fuqinë me nda natën dhe ditën këtë mënyrë. Ai që i studion të argumente s'ka ka ja ma përveç se mu binë se kjo botë e ka një krijues. Se ka që preciz shkoqët nata për ditën edhe dita për natës, që ditësh. Allahu po thot wal fajri pasha qatë kohë. Wa layalin ashr dhe pasha 10 ditëshin që është të bë fjalë për 10 ditë e këtij muaji që jemi sot. Çka preferohet, sepse na vijnë pyetje të shumta, debate të shumta, qysh me i kalu vëllezër në këto 10 ditë? E kemi fjalën nam plus dita e Kurban Bayramit. Qysh me i kalu, çka preferohet me bë muslimani në këto ditë? E para vëllezër, preferohet agjërimi. Është për veprave që peshon shumë të Zoti i Madhërisht. Sidomos në këto ditë. Do me thonë, në 10 ditën e muajit Hax, preferohet vepra më e mirë që preferohet është me agjëru. Nëse suni agjëron në ditë se nënë do të me agjëru, edhe eta është Bajram, nëse suni agjëron këto, atëherë mundohu me agjëru të paktën ditën e Arafatit. Do të thonë mundohu me agjëru ditën e Arafatit. Ato që janë në Hax nuk agjërojnë. Kurse ne që jemi në Hax, preferohet edhe rekomandohet për pejgamberin e sam që të agjërohet të paktën dita e Arafatit, sepse ka problem të madh te Zoti i Madhërisht. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, agjërimi i ditës së Arafatit llogaritet faljet e Zotit i Madhërisht për vitin që kalon pas dhe me lejnë Allahut azza wa jall për vitin që mund ta jeton njeriu më pas. Do me thonë, llogaritet si shlyrje e mëkateve të njeriu nëse agjëron ditën e Arafatit. Dhe është me thonë prej ditëve më me vlerë që mund t'i përjeton njeriu në jetën e kësaj bote. Pra preferohet agjërimi. Ata që kanë mundësi fizike, kanë mundësi me bani gjë të tillë, shpërblimin e kanë të madh te Zoti i Madhërisht, nëse s'mujnë në ditë bilëm të paktën ditën e Arafatit me agjëru, është prej sevapeve të mëdha, sepse kështu na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E dyta vëllezër, pe veprave të mira që peshojnë shumë, sepse ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk ka vepër që shpërblehet më shumë te Zoti i Madhërisht se sa në këto 10 ditë. Që nën kupton se për shembull, nëse ke dhënë sadak para 10 dite, edhe jep sot, nuk është e njëjtë vlera te Zoti i Madhërisht. Nështë njeriu përfiton, sepse për sadakës përfitojnë të varfrit e njerëz me nevojë, të smut e kështu me radhë, përfitojnë këtë dunja. Mi po besimtari gjithmonë kalkulon në botën tjetër. Po me ndihmu njerëzve, po ne shpresojmë shpërblimin me xhetë Allahu xhelle wala. Dhe ka thonë pejgamberi sa veprën që më shumë ti e shpërblen Zoti i Madhërisht, sado që ti jetë e vogël ajo, e shpërblen këto ditë. E një prej veprave që shpërblehet shumë është sadaka. Për shembull, njeriu ka gjen jetim, gjen njerëz me nevojë, njerëz ku diçka me halle të ndryshme, edhe thjesht i ndihmon për hir të Zotit të Madhërisht dhe kërkon shpërblim te Allahu për të mirat që i ka dhënë. Të ndershëm vëllezër, thot pejgamberi alayhis salam, sadaka është argument nesër ku dalmi para Zotit të Madhërisht. Sadaka është një për argumente më të fuqishme që i ndihmon njeriu në urrën e siratit. A ditë kur s'ban dobi as kusht tjetër përveç se vapi që ke bën jetën e bote. Edhe është hije, është çadër me cilën do të mbrohet njeriu nesër prej rrugës së vrasht të siratit deri të shkon te Zoti i Madhërisht. Pra preferohet vëllezër të ndershëm agjërimi dhe preferohet të 10 ditë edhe sadaka,
Dhe po ashtu në këto 10 ditë që jemi të nejtë këtu, që jemi të përjetu, preferohet njeriu me bë tobe shpesh, gjatë ditës me thonë astaghfirullah, o Zot pendonat e ti, o Zot falem, o Zot përmisom. Preferohet po ashtu me thonë shpesh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ose la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Preferohet këto ditë me thonë shpesh këtë fjalë. Kjo preambula besimit. Pra thu nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, atij si përngjan askush, si bëjmë shirk Allahut azza wa jalla kështu me radhë. Pra preferohet me thonë këtë fjalë. Preferohet me thonë shpesh Allahu akbar, Allahu akbar. Preferohet me thonë subhanallah e kështu me radhë. Këto 10 ditë që jemi të jetu, do me thonë këto gjona janë të rekomanduara, sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo fjalë që e thot njeriu në këtë dunja, duke madhru Allahun, lartësu Allahun, falendëru Allahun, thot i shlyhen 10 mëkate, i shtohen 10 sevape dhe i ngritet 10 shkallë nesër te Zoti i madhrishëm. Pra ne lartësojmë Allahun xhalla wala. Në një farë formë glorifikojmë Zotin për të metave që janë veshën njerëz. E pastrojmë mas pari besimin, imanin ton, dhe ndërgjegjen në raport me Zotin e madhrishëm. Përmes të fjalëve që i ka zgjedh Allahu xhalla wala, me i thon për te. Vëllezër, ka thonë pejgamberi alayhis salam, fjalën më të mirë që e kanë thonë, thot unë, dhe kanë thonë pejgamberët, për i kur u kriju kjo dunja, deri në ditën ku të prishet gjithçka dhe kthehemi te Zoti, është fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, është një dhe s'ka shok. Për këtë arsye në Hax, në Arafat, nuk nin tjetër fjalë. Edhe rreth tavafit, ku të bojnë axhiler tavaf, tjetër shprehje nuk nin më shpesh se sa kjo fjalë. Sepse këtu lartësohet Allahu xhalla wala. Thuhet nuk ka Zot tjetër përveç tina, ati si bën shok e kështu me radhë. Pra ka, ne që jemi këtu du të më thonë të njëjtat me ato që i thonë axhilerët atje, dhe shpërblimi është i madh te Zoti i madhreshëm. Ben që me ndyt gjuhën, me ndyt me fjalë këshia, men që me ngarku bagazhin e llogarisë tonë me veprat këshia dhe fjalët e këshia, është mirë me i zavendësu të fjalë, me fjalë të mira Allah. Thuaj subhanallah, i lartësuar është Allahu, elhamdulillah, falëndërimit e kon Zotit, Allahu akbar, i madh është Allahu xhalla wala. O Zot, falem, mëshirom. Vend që me përdor fjalë këshia, që është zhargon i popullit ton, është mirë me i zavendësu me shprehje tjera, me shprehje të uratave të mirave kështu, e kështu me radhë. Po ashtu vëllezër, në ditën e parë të Arafatit, ditën e Arafatit, në namazin e sabahit, masi t'jap selam në farz, deri në ditën e 4 në Iqini, në Kurban Bayram, ditën e 4 të Iqinis, është e detyrueshme tekbiri. Me thonë Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahil hamd. Në ditën e Arafatit, sabahën kur ta falmi, deri në ditën e 4 të Iqinis, sepse deri që atëherë ka vakt, ka kohë më prej kurbani, që do të flasim inshallah. Deri në ditën e 4 të Kurban Bayramit, në namazin e ikindis, lejohet dhe preferohet dhe është normale me u prej kurbani. Si ti rezoni ikindis, të shumica absolute dietarëve përfundon thërrja e kurbanit. Nëse e prejnë, nuk është kurbani Kurban Bayramit, është sadak tjetër. Nuk është domethënë, nuk e ke kryer obligimin që ka caktuar Allahu xhalla wala, dhe niyeti nuk është i njëjtë. Me që mra nërmend këtu se kam temën kësajte, po domethënë preferohen këto gjëra me i bë sa jemi në 10 ditën e fundit. Vëllezër, po na bie shpesh pyesin njerëz te puna e qethjes, flokëve, mjekrës, thonjeve, pasrimit e kështu me radhë. Normal preferohet ai që ka me therr kurban me i përngja haxhilerëve që janë qabe atje. Po nëse i ka bën këtë se i ka prej thoj, u qeth, u rregullu, nuk ka problem.
Nuk e ka respektu vetëm një sunet, por që s'prish ku gjanë punë të kurbani. E prejnë kurbani dhe me lejnë Allahut Azza wa Jall del prej obligimit, sepse tëra kurbanit është një prej rregullave që i ka caktuar Zoti i Madhërisëm dhe daton qysh nga koha e Ademit alayhis salam. Do të flasim një herë gjatë kismet Allah për këtë çështje, dhe çështja e tretë vëllezër, dhe po e përfundoj për shakos, në këto 10 ditë që po jetojmë, edhe një herë ta kuptojmë për çfarë po bën fjalë. Po jetojmë ditët më të mira që i ka kriju Allahu. Që ta dini këtë çështje. Ndoshta që Zoti i Madhërisëm e kam shef sekretet. Kur kush për neve s'mundet me llogarit çfarë peshe kanë të ditë. Ama një ditë kur të thejme të Zoti, kejt kanë me dalë në kanar të çështje. Ko me kuptu edhe ai që ka ditë rëndësinë të në ditëve, edhe ai që ka ditë. Ko me pa se sa kanë vlerë të ditë. Kanë vlerë më shumë se gjithçka tjetër. Janë ditët më të mira të vitit. Ndërsa netët më të mira janë netët e 10 fundit të muajit Ramazan. Pra këto janë ditët më të mira, kurse netët janë ato të Ramazanit, dhe nata më e mirë që ka kriju Allahu Azza wa Jalla është nata Kadrit, kurse dita më e madhe që ka kriju Allahu Jalla wala është dita Arafatit. Dhe na herë do të flasmi veç për ditën e Arafatit, për specifika që i ka dita e Arafatit. Prandaj rekomandohet vëllezër që të paktën këto 10 ditë, nëse kena mundësi me agjerojna, nëse jo bëjmë të paktën me agjeru ditën e Arafatit. Po nëse s'mune edhe me agjeru, të paktën gjatë ditës me bë dhikr shumë, me u pendu shumë në heshtje, me bë bamirësi, me reflektu që shtot populli, që shtot një shprehje, karshi vetes tane, sepse një ditë për ditëve të gjitha këto të çështje do dalin në peshorët e Zotit. Janë 3 sene që ndodhin këto 10 ditë. E para, Zoti i Madhërisëm e zbret mëshirën e tij pa kufi. Edhe ai që se meriton ka njerë ban pjesë mëshirë të Allahut. A di sa është i mëshirshëm Zoti? Shifni vëllezër sa njerën këtë dunja e mohon Zotin. Aja pete ushqen, jep. Mera me men, mëna më hudi kush neve. Edhe ti me pas mundësimi dhanë, di shka i bani. Allahu ka mundësi gjithë shka me ba, e ka lanë të lirë njerën. E dini pse vëllezër. Sa ti me gapë. Sepse kur gjansë ka me pëshus këtë botë krasimi botën tjetër. Ai që ka ardhe se ka njohë Zotin e ka hupë, ata që s'hupët. Ahireti. E në këto 10 ditë e fundit, këto 10 ditë zbret shumë shirë Allahut Azza wa Jall. E dyta fshihen shumë mëkatet. Krejt jemi gjunaqar, nuk ka njeri në këtë dunja që së gjunaqar. Andaj, nëse duhem që të pastrohemi, atëherë duhet që të pendohemi, sepse Zoti i Madhërisëm këto ditë na fal, na mëshiron, dhe e treta e rrit vlerën e njerëzve të mirë të Zotit i Madhërisëm. Këtë dunja shpeshherë bëjmë garë me qenë të mirë të njerëz, të lumtë ato që në këtë dunja kanë bën garë që me kanë mirë të Zotit i Madhërisëm. Të lumtë ata që kanë bën gara në këtë dunja që me kanë mirë të Zotit, e ata kanë me kanë pastaj të mirë edhe për njerëz këtë dunja dhe edhe për vetë në ahiret. E ato që bojnë garë me kanë të mirë veç të njeri, kanë me pas problem nesër, me garu pastaj në ahiret me vepra para Zotit të Madhërisëm. Këtu pe përfundoj duke njoftuar se me lejen Allahut Azza wa Jall të mërkurën është dita e parë e Kurban Bayramit sipas kalendarit që mbështet me nes institucione këtu të Bashkisë Islame, ndërsa ditën e martë është dita e Arafatit. Inshallah Zoti i Madhërisëm na fal, na mëshiron, na begaton me të mira në këtë botë dhe në botën e përjetshme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. El-Fatiha.